Dita botërore e shkencës për paqe dhe zhvillim. Çdo vit, më 10 nëntor, bota shënon ditën botërore të shkencës për paqe dhe zhvillim, të shpallur nga UNESCO në vitin 2001. Kjo ditë kujton rëndësinë që ka shkenca në ndërtimin e një bote më të drejtë, më të sigurt dhe më të qëndrueshme. Qëllimi i saj është të afrojë shkencën me shoqërinë dhe të nxjisë debat e mirëkuptim mbi çështjet që ndikojnë jetën tonë të përditshme. Ajo na kujton se shkenca nuk është vetëm kërkim në laborator, por forcë që ndihmon në ruajtjen e paqes, zhvillimin ekonomik dhe përparimin njerëzor. Në këtë ditë, institucionet shkencore dhe kërkimore, shoqatat profesionale, mediat, mësuesit dhe shkollat bashkohen për të promovuar dijen, bashkëpunimin dhe respektin për shkencën si mjet për paqe dhe zhvillim. Hera e parë që u shënua kjo ditë ishte më 10 nëntor 2002, dhe që atëherë, ajo vazhdon të frymëzojë breza të rinj që të besojnë në fuqinë e dijes për të ndryshuar botën.